Çmimet e ushqimeve në rritje. Ja si të kurseni në supermarket. Të gjithë po e ndjejmë rritjen e çmimeve në jetën e përditshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për blerjet ushqimore. Sipas të dhënave të Instat për muajin prill 2025, indeksi i çmimeve të konsumit ka shënuar një rritje prej 4.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Grupi i ushqimeve dhe pijeve jo alkoolike është ndër më të prekurit nga inflacioni. Disa produkte bazë që janë rritur më shumë: vezët 12.7%, mishi 8.3%, qumshti dhe nënproduktet 7.9%, bukë dhe drithëra 6.5%, perimet 5.2%. Nëse më parë shpenzonit rreth 25.000 lekë në muaj për ushqime, tani kjo shumë mund të shkojë deri në 27.500 lekë ose më shumë, pa ndryshuar sasinë ose cilësinë e blerjeve. 10 këshilla praktike për të ulur faturën ushqimore pa sakrifikuar cilësinë. Planifiko ushqimet javore, bëj një listë dhe përmbaju asaj për të shmangur blerjet impulsive. Bli produktet në ofertë, kontrollo broshurat e supermarketeve ose aplikacionet me zbritje ditore. Përdor produkte të ngrira ose të konservuara, janë më të qëndrueshme dhe shpesh më të lira. Zgjidh frutat dhe perimet e stinës, janë më të freskëta dhe me çmime më të ulta. Gatuaj vetë, blerja e ushqimeve të gatshme kushton 2 deri në 3 herë më shumë se sa përgatitja në shtëpi. Krahaso çmimet për kilogram apo litër, jo vetëm për njësi. Bli në sasi të mëdha për produkte që nuk prishen lehtë, zakonisht kushtojnë më pak për njësi. Zëvendëso mishin me alternativa më ekonomike të proteinave si vezët, bishtajoret ose produktet e bulmetit. Bëj pazarin në tregje fshatare ose pazaret e hapura, shpesh kanë produkte më të lira dhe të freskëta. Bli në fund të ditës, shumë tregtar ofrojnë zbritje për produktet që duan t'i shesin shpejt. Kujto, ushqyerja e shëndetshme nuk është luks. Me planifikim të zgjuar dhe disa zakone të reja, mund të përballosh rritjen e çmimeve dhe të ushqehesh me cilësi.